Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti mbledh qeverinë dhe premton investime deri në 1 miliard euro në mbrojtje, teksa foli për shpronësimin e pronave të paluajtshme për ndërtimin e zonës industriale të mbrojtjes në Gjakov. Ai tha se aty do të ndërtohet fabrika e municioneve, prodhimet e së cilës do të dalin në fund të vitit 2026. Krahas fabrikës së municioneve, kjo zonë do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë, me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojmë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosova, premton Albin Kurti. Kosova feston ditën e forcës. Presidenti Vjosa Osmani nga kazerma Demjashari e vlerësoi këtë moment si ditë krenarie për gjithë shqiptarët dhe se ushtria është pasardhëse e idejnë dhe krenare e UÇK-s. Sot është një ditë krenarie për gjithë popullin e Kosovës, është ditë krenarie sepse ushtria jonë e sotme është pasardhëse e denjë e krenare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e djemve e vajzave të cilët vunë themelet e lirisë sonë. Mëtej ajo tha se do të punohet për ta bërë ushtrinë më të fortë në mënyrë që të mbrohet shteti, i cili u bë me shumë sakrificë. Jemi jashtëzakonisht krenar me punën e tyre, ata janë garanca më e fuqishme së bashku me policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë për sovranitetin ton, për integritetin ton territorial, për mbrojtjen e shtetësisë sonë dhe për mbrojtjen e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në ditën e forcës bëri një bilans të financimit të forcës së sigurisë gjatë këtyre viteve qeverisje. Në fjalën e tij Kurti u ndalë te sakrificat e dëshmorëve, duke nisur nga kryekomandanti Adem Jashari. Ndër të tjera ai falenderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët të cilët janë në krah të Kosovës dhe po e mbështesin. Duhet theksuar edhe sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj jemi në proces që të marrim edhe helikopter Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky është momenti që duhet t'i falenderojmë aleatët ton, NATO-n, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na qëndrojnë pranë edhe në pajisje me armatim me municion, por edhe me trajnime të shumta që i përmendi edhe presidentja Vjosa. Janë 4 fishuar trajnimet jashtë vendit, është 3 fishuar buxheti për mbrojtje për siguri dhe ky është një obligim që ja kemi mbrojtjes së atdheut ton. Ish kryetari i Kuvendit Kosovës Dimal Basha teksa uroi ditën e forcës tha se ushtria e Kosovës është trashëgimi e drejtë për drejtë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke shtuar edhe investimet që qeveria ka bërë në pajisje dhe armatim. Jemi jashtëzakonisht krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend dhe kjo për shkak një pune të shkëlqyeshme dhe përkushtimit të tyre për sigurinë e vendit ton dhe gjithashtu një përkushtim i ndërsjellët i Shtetit të Kosovës që ka bërë në rekrutimin e mbi 2000 ushtarëve, por edhe investime mbi 400 milion euro vetëm në pajisje. Për Dimal Bashën, Forca e Sigurisë Kosovës mbetet institucioni më i besueshëm në vend. Ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonsi teksa uroi ditën e forcës së ushtrisë Kosovës nënvizoi se ajo është ndërtuar mbi gjakun e dëshmorëve dhe njerëzve që dhanë jetën për liri. Ndër të tjera nënvizoi se ushtria e Kosovës është histori e suksesit, duke përmendur të arriturat e kësaj force ndër vite. Maqedonsi lavdëroi të gjithë ushtarët që sipas tij janë të gatshëm të japin dhe jetën për vendin e tyre. Me fluturake në qiell, sisteme raketore dhe sisteme artillerie në tokë, autoblinda në rrugë dhe armë e pajisje moderne të këmbësërisë, po sigurohemi që forca jonë të fuqizoj kapacitetet e saj luftarake dhe të jetë e gatshme të përballet me çdo kërcënim dhe rrezik që synon të cenojë territorin dhe jetën e shtetarëve tonë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.